Gjitha të tjerat ishin koncepte që bazoheshin në barazin e vendeve anëtare. Çfarë ndodh? Vim në një kohë të re, në mosdërhyrje, në rritjen e sovranitetit dhe tjera. Vim në një kohë të re ku papritur kuptojmë që një vend antar i OKB-s, antar i Këshillit të Sigurimit, Rusia, pas ka të drejtën të sulmojë dhe madje dhe të aneksojë në rast se kjo gjë do të jepet territor të një vendi tjetër antar. Kemi një rast tjetër ku një vend krejtësisht demokratik si Shtetet e Bashkuara nisin helikopterët natën, e paketojnë atë presidentin e vendit atje dhe e çojnë në Shtetet e Bashkuara. Thënë dhe një herë, si dikush që ka jetuar në diktaturë, unë do isha shumë i lumtur sikur diktatorin tonë kisha ardhur dikush ta paketonte në një moment, por nuk e kishim kaq fat dhe nuk ndodhi. Si dikush që merret me të drejtën ndërkombëtare, filloj dhe kam ato dyshimet dhe problematikat e mia në lidhje me këtë gjë. Ajo çka është e mirë dhe ka ndodhur është kjo shkundja që i bëri president Trump, jo çdo gjë vjen për keq dhe jo çdo gjë vjen për mirë. Kjo shkundja që i bëri sistemi, duke i kujtuar evropianëve që shikoni, mos e merrni për duhet të paguani. Nëse do të përgatitesh për, domethënë, paqja bëhet nëpërmjet përgatitjes për luftë. Kjo është një aksiom e vjetër që vjen që nga Thucydides. Për këtë arsye, kjo ishte një efekt pozitiv, po mos harroni diçka tjetër. Dëgjova një intervistë para disa kohësh të ministrit të mbrojtjes grek, i cili thoshte, pak a shumë ndër të tjera, që ky brez evropianësh e ka harruar konceptin e sakrificës për vendin. Po rrisin, është rritur një brez i cili gjithçka e ka pasur gati. Po rritet një brez inteligjencë artificiale. Po rritet një brez i cili në vend që të lexojë preferon të shohë një video. Në vend që të ndihmojë vendin, preferon të shohë një video tjetër. Kështu që gjitha këto gjëra bashkë erdhën dhe sollën këtë proces i cili e nxori Evropën jashtë ujrave të thella ndërkombëtare. Por është Europa më mirë në perspektivë nëse ka këtë çarje të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me orientimin e saj të mundshëm drejt Kinës apo Indis apo... Shikoni, një nga mesazhet kryesore që unë lexoj në ngjarjen e Venezuelës është pikërisht mesazhi që në rast se lidheni me Kinën apo Rusin, ato do t'i lëshojnë. Si lëshuan Madurën. Po. Kam frikë se njëjta gjë vlen edhe për Evropën. Në rast se vende demokratike lidhen me vende jo demokratike, pavarësisht interesave financiare, ekonomike, investitore etj., në fund vendi jo demokratik do të lëshojë. Mund të lëshojë dhe një vend demokratik, por është e sigurt që një vend jo demokratik do të lëshojë, dhe një nga mesazhet e Venezuelës është edhe ky. Okej, zoti Çeku. Shiko, mund të them se përsa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, vitin e kaluar kryefjala ka qenë rendi i ri botëror. Dhe kjo u shpërfaq me konferenca dhe Davos i edhe kjo në mënyrë kështu me radhë. Dhe ndërsa po bisedonin, po më vinte si paralele ajo çfarë thuhet që ka thënë Machiavelli në një debat të supozuar, por nuk është se e ka thënë vetë ai, por dikush e ka thënë që machiavellizmi ka ekzistuar edhe po mos ekzistoja unë. Trumpizmi, edhe kjo që sot quhet epoka Trump, edhe kjo shkundja që përmendi profesori, do vinte edhe nëse s'do të ishte presidenti Trump. Pse e them këtë? Goditjen e parë, rendi i statu quos, ose rendi që ne kemi njohur dhe për cilin jemi investuar, e mori në 2014 kur u pushtua Crimea. Në atë moment ishte dobësi e Shteteve të Bashkuara dhe presidentit asaj kohe, më duket Barack Obama. Dhe kësaj Europës që sot është rrethuar nga sfida, që më shumë e gëlltitën si një akt, ndërkohë që kishin NATO-n,